Aktori Lart Vasili, i cili u shpalli treti në finalen e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, vjen me një rrëfim ku tregon se si ndjet pas daljes nga shtëpia dhe se si e pret publiku jashtë. Kështu e kisha parashikuar edhe unë finalen, më vjen mirë që eci në rrugë dhe Sagapola Erti është bërë lajtmotiv i ri, fal në nësime, të gjithë më shtrëngojnë dorën me dashamirësi, tha ai. Por sa i përket situata në shtëpi, ai tha se emri i tij është përdosur dhe se janë lëshuar shumë ofendime ndaj tij, për të cilat tha se përfaqësuesit e tij ligjor do të shohin nëse do të ketë një padi apo jo. Ka pasur ai shumë ofendime sa mund të shkojnë në ndjekje penale. Atë do e mendojnë përfaqësuesit e mi ligjor. Jam djeri përdosur, i përbaltur, është prishur imazhi im, sidomos ai i profesionit. Jemi në lojë, por nuk je me nivel tënd në lojë. Gjendja është e rënduar, shumë e rënduar. Në asnjë mënyrë nuk do ta ribëja si eksperiencë, kur, tha ai. Në lidhje me fituesin, ai tha se gjesti e meritonte, por nuk ja kurseu thumbimet. Ai e meritonte në mënyrë absolute fitoren, shkatroi gjithë shtëpinë, çoi një vajzë në gjendje të rënduar në shtëpi. Ai bëri gjithçka, unë jam tjetër njeri. Di që është futur një 3-4 herë në dhomën e rrëfimit për të regjistruar 1, 2, 3 këngë. Nuk regjistroi asnjë, patëm për të shkruar një tekst, nuk shkruajti asnjë varg. Por ja që publiku pas ka këtë preferencë. Një analfabet funksional, ndaj është me bukura, notën e mirë, tha Laerti. Por si është raporti i tij jashtë shtëpisë me Valbonën? Asnjë marrëdhënie nuk ka sot me Valbonën. Ishte një njohje që nisi me vendim të saj, kaloi në pëlqim. Luhatjet e humorit bën që çdo 3 ditë të thoshte suksese në jetë, përdori fjalë të rënda, e kam falur, nuk pranoj darkën, e kam falur, doja të sqaroheshin, tha jo, a do ta njohësh jashtë? Në kish shkojnë njerëzit dhe fal Perëndia pafund, njeriu ka një limit, u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se mes tyre nuk do të ketë asnjë marrëdhënie. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.